Pas një nate të mbushur me pikpyetje dhe spekulime të shumta nga publiku, Alba Pollozhani është rishfaqur në shtëpinë e Big Brother VP Kosova 4. Konkurrentja, e cila u zhduk pasi u fut për bisedë me psikologen pas shpërthimit histerik në prime, nuk ishte parë në kamerat e shtëpisë për rreth 20 orë. Mungesa e saj ngjalli diskutime të shumta në rrjet, duke aluduar për një largim të mundshëm apo për ndonjë problem shëndetësor. Megjithatë, pak minuta më parë, Alba është parë sërish në ambientet e shtëpisë. Ajo është kapur nga kamerat në zonën e lavanderisë, duke biseduar qetësisht me banorët e tjerë, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Kujtojmë se në pjesën e parë të prime mbrëm, ajo akuzoi produksionin se kishin nxjerrë një realitet ndryshe të situatës me Elionën, çka çoi në britma dhe urgjencën për ta sistemuar gjendjen e saj psikologjike me psikologen e formatit. 2 orë pasi shkoi në dhomë të rrëfimeve, Alba u dëgjua me britma ulëruese në sallon, çka bëri që ta komentojnë edhe banorët e tjerë. Mesditën e sotme, Big VIP Albania raportoi se Alba Pollozhani nuk ishte parë në shtëpi që nga mbrëmja e djeshme pas debateve në Prime. Ja çfarë tham në mesditë. Misteri, ku është Alba Pollozhani? Kanë kaluar plot 14 orë që nga momenti kur Alba Pollozhani hyri në dhomën e rrëfimit gjatë spektaklit të mbrëmshëm, dhe që prej asaj kohe, vendodhja e saj mbetet një misteri plot. Banorja u pa për herë të fundit në pjesën e parë të primit, kur situata agravoi në reagime të forta histerike. Alba pretendoi me zë të lartë se produksioni po e nxjerr keq në sytë e publikut, duke lënë të kuptohet se imazhi i saj po dëmtohej padrejtësisht. Çfarë ndodhi më pas? Gjatë transmetimit të programit, u komunikua se me gjendjen e saj po merrej psikologja e formatit për të qetësuar situatën. Megjithatë, surpriza qëndron në faktin se Alba nuk është parë në ambientet e shtëpisë as sot gjatë mesditës, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi vazhdimsinë e saj në lojë. Diskutimet brenda shtëpisë. Mungesa e saj nuk ka kaluar pa u vënë re nga banorët e tjerë. Para pak minutash në një bisedë në dhomën e grimit, Eliona, e cila ka qenë shpesh objekt i sjelljeve bullizuese nga Alba, shprehu habi për mungesën e saj. Allahile, a thu ku është? Kam me e kthy, besoj, ju drejtua ajo Sasës. Por, përgjigja e Sasës ishte e prerë, duke lënë pak vend për shpresë se Alba mund të jetë ende pjesë e garës. Kom moj me e kthy, jo moj çfarë? Çfarë të kthymi, a je normal? Derisa Eliona ende ka të vështirë të besoj se qëndrimi i Albës mund të ketë marrë fund në mënyrë kaq të papritur, publiku mbetet në pritje të një njoftimi zyrtar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.